Dhe ka komisionet e cilat i takojnë opozitës, ta zëmë komisionin për mbikëqyrjen e AKI-s, komisionin për mbikëqyrjen e financa publike, që me ligje duhet të udhëheqin prej opozitës, dhe ne nuk e dim kush është opozitës, se kërkush nuk e ka shumicën, kujt i takojnë këto komisione parlamentare. Prandaj nuk ka sens që komisionet të formohen pas zgjedhjeve të qeverisë. E dyta, nuk mundet që një qeveri e cila i ka përfunduar mandatin dhe nuk ka komunikim me këtë legjislaturë, për shkak se është zgjedhur për qeverisë paraprake. Nuk mund të propozoj ligje kësaj legjislature dhe kjo t'i miratoj një propozim të qeverisë paraprake. I miraton qeverisë saj e cilën ja zbaton buxhetin. Tjetra është rregullora e punës kuvendit në 123 thotë që mund të ketë shmangje nga afatet procedurale, por jo nga veprimet. Do thotë shqyrtimi i projektligjit nëpër komisione parlamentare është hap i domosdoshëm, i patejkalueshëm përpara se projektligji për buxhetin të vijë për shqyrtim në seancën plenare. Dhe tjetra është i konfliktit të interesit, do thotë nuk mundet që kjo qeveri në detyrë, ku Albin Kurti është kryeministër, t'ia propozoj projektligjin kuvendit, ku Albin Kurti është deputet dhe të miratoj ligjin e vet. Do të është parimi ndarjes së pushteteve që e garanton kushtetuta dhe është parimi i konfliktit të interesit që po ashtu e garanton kushtetuta që nuk mund të shkelen ku këto dy legislatura, do thotë qeveria e legjislaturës paraprake i propozon kjo legislatura aktuale nuk mundet me se pidi përgjigjen po të gjithë po kam qenë sqaru. Nuk mundet me miratu diçka kësaj qeverisë që është në detyrë. Absolutisht jo, se kjo është i ka përfunduar mandati asaj qeverie. Nuk mundet me propozu asgjë. S'ka kanale të hapura të komunikimit të qeverisë në detyrë me legislaturën e re. Dhe këtu është një dallim qendror që e parasheh edhe ligji për buxhetin, në që gabimisht po interpretohet. Për shembull ligji për qeverinë. Ligji për qeverinë e bën një dallim edhe pse jo të qartë, ai ligj ka shumë defekte, por të paktën këtu tek neni 31 ku flet për kufizimet e qeverisë në dorëheqje. Do të një qeveri e cila është shkarkuar prej kuvendit ose një kryeminist që ka dhënë dorëheqje. Por në këtë rast, ajo qeveri ka humbur besimin politik, po e ka legitimitetin kushtetues, për shkak se është e zgjedhur dhe ka kuvend, dhe kuvendi është funksional, dhe në atë rast ka kufizime por që mund të propozoj projekt buxhetin. Po ka kufizime të tjera. Por thotë që ka neni 5 i këtij 31.5, thotë që kufizimet, gjitha këto kufizime që nuk mund të dërgohet buxheti, vlen edhe për qeverinë e cilës i ka përfunduar mandati. Pra ka kufizim qeveria që i ka përfunduar mandatin që të propozoj projekt buxhetin për legislaturën e re. Do të këto është absolutisht nuk ka asnjë mundësi ligjore, përveç nëse partitë politike mirën vesh që po e shkelin kushtetutin, nuk po e dërgojmë në kontestim në gjykatë askush, po e mbyllim sytë, e ky do të ishte një precedent jashtëzakonisht i keq ku ne hapim mundësinë mandej që me shumicë votave të mos përfillim ligjet, s'na vijnë ligjet as kushtetuta, për shkak se vendosim bazë rrethana marrëveshje politike dhe jo mbi ligjshmërinë. Mandej nuk mendoj që kjo është urgjencë. Po është, në rëndësi kemi një buxhet, po buxheti nuk është që s'kena parë. Janar dhe shkurt vazhdojnë ndarjet buxhetore bazë planifikimit, edhe marsi nëse s'ka një autorizim kuvend, do të mundëm deri në fund marsit nëse qeverinë kemi dhjetor mbajmë zgjedhje, janar shkurt mars dhe 4 muaj duhet më formu një qeveri e re dhe ka afat për më bë. Po kjo është ufry artificialisht. Nuk u formu kjo qeveri. Nuk kishte urgjencë 8 muaj, e herë qitej Donika Gërvalla, e herë Albulena Haxhiu nuk u bë urgjencë, dhe për një herë na u bë urgjencë ligji për buxhetin në mes të dy ronde për zgjedhjet të kryeministit. Thotë kjo është artificialisht është një kaos të cilën lëvizave vendosë është duke fry për të bërë pagën minimale 500 euro që po i duhet për fushat zgjedhore. Dhe në rast se kjo nuk votohet për të akuzuar opozitën, duke ju thënë që ju i lat pa paga, nuk po dënë ju rrit pagat minimale dhe po i lani pa paga administratën publike për vitin e ardhshëm. Dhe këtu po më duket që opozita është duke ra në këtë kurth e cila është duke u ngritur, për shkak se nuk e ka nguximin për të thënë jo dhe për të deklaruar që kjo nuk është një urgjencë, është shumë mirë të bëhet, por nuk është ashtu siç po thuhet jetë vdekje që nëse sot nuk e miratojmë, mesim pa paga. Ose nëse dëshirojmë për një me ta vojnë, le të formojnë një qeveri të përkohshme, e cila ligjërisht e ka mandatin për ta miratu buxhetin, për ta miratu planin e rritjes që po ashtu shumë i rëndësishëm mjetet e cilat do t'i humbin nga Bashkimi Evropian. Po, le të bëjnë një qeveri, le dalim prej petkut dhe prej natëve të tyre personale, le të marrin disa persona këtej teknik, të cilët nuk janë me petkun partijak, dhe me njëherë të nesërmë le ta shpërndajnë kuvendin. Nëse për një me po kanë kaq interesim dhe shqetësim
pse vendi mbetet pa buxhet. Ta bëjnë nëpërmes rrugëve ligjore dhe jo duke mbyllur syt për ta shkelje kushtetuese eventuale. Arse, unë përmenaj që kjo tash nuk o ma vetëm situatë absurde, as nuk është vetëm situatë në krize politike, po situatë veprime armiqësore ndaj shtetit dhe ndaj rendit kushtetues. Pse po e them këto? Është për të paktën dy arsye kryesore. Spore, është tepër e qartë që Kosova në rastin ma optimist. Pra nëse unë jam ma optimist në Kosovë, them që zgjedhjet parlamentarët për parakoshme mbohen me 14 dhjetor. Por, me këtë logjikën e veprimeve në farllaj këshën apo bojmë dishka më shefësi, dishka që kërkush duhet me ditë, për im ledhem në nshkrimet, po pse me ditë tjertë, kush janë ata tjertë, pse opinione duhet me ditë, shka po duhet me bo. Je ka folë mrena shtetet, me cilën të ki përgjithësi institucionale, qytetare e kombëtare, me udhëheq mënyrë edhe transparente, po edhe me mirëmbajt sigurinë publike e sigurinë kombëtare po ashtu. Dhe pjesa e dytë që ndëlidhet me këto, është kjo logjika e një lloj abstenimi total të paktën një pjesë të opozitës. Unë jam totalisht i dëshpëruar me sjelljen e LDK-s edhe të zotit Abdigjiku gjatë këtë kësaj periudhe, duke mos i dhënë asnjë lloj hapësine ose mundësie ose shprese që Kosova mundet me pas në qeveri tjetër, sepse nëse zoti Kurti nuk është kryeministër, Kosova nuk përfundon. Përfundon vetë qeveria e tij. Qeveri tjera vinë. Qeveri tjera e mirëmbajnë stabilitetin institucional të sporit, e pasaj mundën edhe me rritje përpara ekonomike ose veprime tjera. Unë nuk e kuptaj pse këta njerëz me vetdije të plot janë duke bo gjitha hapat e mundshëm drejt kolapsit. Që ky shtet i Kosovës ka me kolapsu në prill. Dhe kur po them ka me kolapsu në prill në 3 drejtimet kryesore. Apo do burimi tha si njëri optimist që janë? Si njëri optimist thash, nëse jam më optimist, po flasim për zgjedhjet që mundën më majt me 14 dhjetor. Por me çet logjikën e çtyne veprimeve të fshehtë që s'do të me ditë kërkush që na e kena një plan që me marr vesh deputet tjerë shkoj shteti poshtë. Pse duhet pse shkon shteti poshtë? Nëse ti të mbledh në shkrime për një seancë, pse duhet këtë Kosova me diskutu me thonë çka po dojnë me bë? Çfarë është kjo logjikë? Domthon kundër kujt jetojnë, po kundër Kinës, a kundër Iranit, a kemi shpall luftë Rusisë, a çka është të ndodhur? Ku na kemi shpall luftë? Ku na kemi shpall një rezistencë të madhe. Tash, këtë ideja me përcaktu orientimin e debatit, diskursit, mendjes njerëzve dhe zemrave të njerëzve, rreth asaj se a ka drejt kushtetuese, a s'ka drejt kushtetuese. A ka drejt me propozu njëherë këtë kandidat për kryetar kuvendi. Jo, a ka drejt këtë tjetën, çka po thot gjykata. Na prej fillimit e kemi pas qartë, kjo është vetëm krizë politike. Nuk është krizë kushtetuese. Kushtetuta i ka pas këtë qarta, që to shka ka ndodhur, kanë qenë këtë qarta prej fillimit. Vetëm ai që s'ka dash me lezu, ose ka dash me dezinformu edhe me shpërqendru. Pra, unë mendoj që këta njerëz nuk kanë vedije institucionale, s'kanë vedije shtetërore, janë duke e drejtu këtë rrugë të Kosovës me papërgjithësi të plot kombëtare, edhe mendoj që binomi Vjosa Osmani e Albin Kurti janë bashkëpërgjegjës për secilin veprim që ka ndodhur në Kosovë, duke i përfshi edhe ato gjatë qeverisjes kushtetuese, ta themi, edhe për sanksionet, edhe për pozitën e Kosovës, edhe për ekskomunikimin, largimin, nënçmimin, për uljen e të sindikatave, e të punëtorëve, edhe për rritjen e çmimit të rrymës. Unë e parë zotin Kurtin në parlament, tha, kena me ndihmu prodhuesit vendor, më falë zotni,
Ti je qaj që e ke mytë prodhuesin vendor, e ka 250% rritje të rrymës energjisë elektrike. Janë që ata prodhues vendor, që kur kanë dash më mbledh me demonstru, ti i ke thonë, i ki krahasu me Radoj Shiqat. Ke thonë, s'ka barikada, unë s'lejoj, as në Veri, as në Prishtinë. Barikada u ka kalu, po. Apo kuptoni, e tash, që kjo logjik është e përbashkët. Dhe cili do veprim, edhe qoftë për mes tyre letrave publike të shoqërisë civile që për bindjen time janë sponsorizuara nga ky binam Vjosa Alben, edhe përgjigjja e shpejtë e presidencës që presidenta do të kërkoj kompromis midis partive politike, më falni. Cili është roli i presidentës në këtë këto 5 vjet gati në përfaqësimin e unitetit të popullit të Kosovës. Gjithmonë ka qenë e anshme, asnjëherë nuk ka qenë neutrale ndaj partive politike, asnjëherë nuk ka qenë korrektuese e orientimit të paktën politikës të jashtme, dhe kulmi i këtij binomi ka qenë sulmi i paprecedent ndaj gjykatës kushtetuese, për cilën Kosova është dënu me pezullim të dialogut strategjik, dhe ky pezullim të dialogut strategjik ka ndodhur automatikisht pasi që presidenti Osmani e ka dëshmuar katërcipërisht se ajo është binam me Kurtin, nuk është alternativë ndaj tij, nuk është ana tjetër e medaljes, është e njëjta faqe, dhe unë besoj që sjellja e tillë, e cila lidhet kryesisht me një farë qëllimi të votave tashme, e që gjithsesi tentojnë ta shtyjnë pas vitit të ri zgjedhjet. Prandaj thash në fillim, jam optimist nëse tham me 14 ditor. E kam në ditëlinjën, kështu që më lidhet. Po, me vajmë zhako. Po qëllimi tyre, qysh unë e lezaj, është gjithsesi me shku të paktën deri ka fundi janarit, edhe ky vend në këtë formë shkon kolaps institucional që gati është, e kam thonë në herë, ka ministri në Kosovë që gjatë periudhës fundit 16 herë ka ndru sekretar të përgjithshëm. 16 herë. Apo kupton, njerëz në ministri bojnë shaka mes vete, a ka me ardhur dhe ruja e objektit më bëj sekretar. Domthonë 16 herë në ministri me ndru sekretarit, domthonë ajo nuk funksionon. Ajo zero. Kolapsi buxhetor, edhe kolapsi sigurisë, sepse nëse lidhen çdo dyja, kime pas kolaps sigurisë, kjo nënkupton që pa përgjegjësinë kombëtare, dhe prandaj e thash se kjo mos është vetëm absurde. Kjo është armiqësore. Pra, është një krizë që përmend edhe burimi Dibran, domthonë është kjo krizë e shkaktuar nga mungesa e dijes apo politike dhe institucionale, apo është e qëllimshme? Jo, arsim, po më nuna me shenë pak ma i shkur që me hapë më me këtë dëvate. Se do mos burimi që kanë kuës gjatë ma shumë. Arsim, e para që me bo një lloj rezume, apo që me thonë për mbledhje të asaj që ka ndodhë, sepse tash na qartësohen shumë zhvillimet, kur mbrim të kjo situatë, ose të situata e së dielës. Në mënyrë eksplicite, fjalimi i zotit Kurtit në kuvend është përmbyllje e gjithë ciklit 8 mujor apo sa vën prej ditës së zgjedhjeve. Që me qenë konsistent në qëndrime. E kom thonë edhe prap mbetëm në ato qëndrime që çdo kush në Kosovë, në këto parametra, si me thonë, elektoral që na i kemi, çdo kush që i ka 42%, respektivisht 48 deputet, duhet me bo qeverin, dhe i takon me bo qeverin. Me këtë forcë politike, qoftë ai koalicion para zgjedhor ose mas zgjedhor, që s'është në këtë rast, po ka marrë një verdikt që është goxha shumë fuqi elektorale dhe si mbështetje. Në na kemi thonë që ka prej 51% që ka ra në 42, po prapë është 42, shumë. Në më thonë dhe si rrjedhoj ka përgjegjësinë për me bo qeverin dhe duhet me bo qeverin tash.